duhet me keqardhje, me thonë që vlerësim mund të jetë i imi dhe kisha pas dëshirë me qenë i imi. Dhe me thonë, për fat keq, sot pak lexohet, e për fat mirë shumë shkruhet. Dhe me thonë, numri i autorëve që merren me shkrimin e poezive dhe me botimin e librave për ditë më shumë është në rritje. Natyrisht se ku ka shumë mund të ketë edhe në pikpyetje ndonjë aspekti artistike kualitativ, por në shumicën gjithmonë del një pakicë që e ka vlerën e vetë dhe që e meriton të jetë edhe në libër, edhe të ruhet edhe në ato institucionet ku ruhen. Megjithatë, unë e shoh se tash edhe shumë poezi po botohen nëpër këto faqet të internetit. Unë e shoh se më dalin njerëzit kur bëjnë një poezi që aty nuk duket e mirë, më dalin në rrugë dhe më falenderojnë, më përqafojnë, edhe ajo ma jep një shpresë si kush e don poezinë e lexon, e gjen mundësinë, prandaj nuk besoj se e bëjmë punën kot.